Në vetmin e agimit, një burr I zakonshëm kthehet në shtëpi pas një tjetër dite raskapitëse pune. Por diçka nuk shkon, ka drita të ndezura aty ku nuk duhej të kishte. Dhe në kuzhinë, ai gjen personin e fundit që priste të shite, gruan më të pushtetshme të kompanisë. Ajo nuk është aty për të urdhëruar, por për të kërkuar falje dhe për të ndryshuar gjithçka që ai besonte për veten e tij. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Qyteti I Tiranës nuk fle kurrë. Dritat e saj vezullojnë në agim si yje të rënë mbi beton, dhe mes miliona jetëve që kryqëzohen pa u parë, ekziston historia e Artanit. Një burr I zakonshëm, nga ata që kalojnë pa u vënë re në turm. Flokë të zinj gjithmonë pak të shpupuritur, sy të lodhur që mbartin peshën e netëve pa gjumë dhe ditëve tepër intensive. Në moshën 38 vjeçare, Artani ishte baba, punëtor, mbijetues. Atë agim të së enjtes, ai po I jepte makinës së tij të vjetër nëpër rrugët e zbrasta të komunës së Parisit, duke u kthyer nga një tjetër turn raskapitës. Radioja luante me zë të ulët një këngë që ai as nuk e dëgjonte siç duhet. Mendja ishte larg, e bllokuar mes tabelave, kodeve dhe mbledhjeve që dukej se nuk mbaronin kurrë. Artani ishte analist teknik në një nga kompanitë më të mëdha të teknologjisë në vend, Visiontech Albania. Punonte aty prej gati 10 vjetësh, që kur u diplomua në fakultet. 10 vjet për kushtim, projekte të dorëzuara në afat, fundjavash të sakrifikuara. Por Artani ishte I padukshëm. Kolegët e tij ja dinin emrin, por pak e njihnin historinë e tij. Askush nuk e dinte se ai arriste besën e vogël I vetëm që kur ajo ishte 3 vjeç. Askush nuk e imagjinonte se ai zgjohej në 5 të mëngjesit për ta lënë vajzën në shtëpinë e fqinjes përpara se të merrte 2 autobus deri në zyrë. Askush nuk I shite rrafët e zinj poshtë syve, drekën e anashkaluar, netët pa gjumë duke zgjidhur probleme që të tjerët krijonin dhe ai I rregullonte. Kur parkoi makinën përballë pallatit të vogël ku banonte, Artani ndjeu peshën e një orë të lodhjes. Ora ishte 2:40 e mëngjesit. Besa duhet të ishte duke fjetur në dhomën e saj, me siguri e përqafuar me arushin pelush që I kishin dhuruar për ditëlindjen e fundit. Teze Drita, fqinja që kujdesej për të kur ai duhej të bënte turn, duhet të ishte duke dremitur në divanin e sallonit. Artani u ngjit shkallëve ngadalë, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë. Chelsea u rrotullua në brav me një kërcitje të lehtë. Dera u hap. Dhe atëherë Artani ndaloi. Kishte dritë të ndezur në kuzhinë. Zemra I rahu fort. Teze Drita nuk linte kur drita të ndezura. Besa nuk e arrinte dot Chelsin. Artani hyri ngadalë, trupi I tensionuar, shisat në gatishmëri. Kaloi përmes sallonit, ku Teze Drita flinte e qetë dhe eci drejt kuzhinës. Ajo që pa e bëri të ngrinte në vend. Një grua ishte aty. Me shpinë nga ai, duke përzier diçka në sobë. Kishte veshur një kostum elegant, gjaketa gri e varur në mbështetësen e karriges, bluza e bardhë prej mëndafshi e paqortueshme edhe në atë orë. Flokët bjond të mbledhur në një topuz perfekt. Artani e njohu siluetën para se t'i shite fytyrën. Elena Vokshi, drejtoresha e përgjithshme e Visiontech Albania. Çfarë dreqin bënte drejtoresha e përgjithshme e kompanisë në kuzhinën e tij në 2 të mëngjesit? Elena u kthye kur dëgjoi hapat. Sytë e saj blu takuan ata të Artanit dhe për një çast të shkurtër, ai pa diçka që kurrë nuk do ta imagjinonte në fytyrën e asaj gruaje të fuqishme. Dobësi. Artan, tha ajo, me zë të ulët, pothuajse një pëshpërim. Më fal që hyra kështu në shtëpinë tënde. Duhej të flisja me ty personalisht. Artani ndjeu gojën t'i thahej. Vështroi përreth, ende duke u përpjekur të përpunonte skenën surreale. Si hyre këtu? Teze Drita më la të hyj. I shpjegova kush isha. Ajo mendoi se ishte një urgjencë e kompanisë. Është një urgjencë? Elena pshertiu thellë, duke mbështetur duart në banakun e kuzhinës. Shpatullat, gjithmonë kaq të drejta dhe të forta në mbledhjet e drejtorisë, tani dukeshin pak të kërrusura. Varet nga këndvështrimi. Për ty, ndoshta po. Për mua, me siguri. Artani tërhoqi një karrige dhe u ul, ende I trullosur. Dua të më shpjegosh se çfarë po ndodh. Elena eci drejt tavolinës dhe u ul në karrigen përballë tij. Sytë e saj, normalisht kaq të ftohtë dhe llogaritës, ishin të përlotur.
Artan, 3 javë më parë, babai im ndëroi jetë. Duhet ta kesh parë në lajme. Artani tundi kokën lehtë. Po. Ngushëllimet e mia. Faleminderit. Kur mora përfundimisht presidencën e kompanisë, vendosa të bëj diçka që babai im nuk e bëri kurrë. Të rishikoj të gjitha proceset e brendshme. Të gjitha vlerësimet. Të gjitha projektet e 5 viteve të fundit. Doja ta kuptoja kompaninë me të vërtetë, jo vetëm shifrat që më paraqisnin në mbledhje. Dhe çfarë zbulove? Zbulova një ferë, Artan. Zbulova se kompania që babai im ndërtoi, që u betova ta mbroja, po gërryej nga brenda. Menaxher që shpërdoronin fonde. Vlerësime të falsifikuara. Punonjës që sabotoheshin. Dhe mes të gjitha rasteve që gjeta, i yti ishte ai që më tronditi më shumë. Artani ndjeu një të ftohtë ti përshkonte shtyllën kurrizore. I imi? Elena hapi një dosje që ishte mbi tavolinë. Artani as nuk e kishte vënë re që ishte aty. Brenda kishte dokumente, emaile të printuara, tabela. Të kujtohet projekti Agimi? Si mund ta harronte? Artani kishte punuar në atë projekt për 2 vjet rresht. Net duke zhvilluar një sistem inteligjence artificiale të aftë për të optimizuar proceset industriale në mënyrë revolucionare. Ishte foshnja e tij, krijimi i tij. Por kur projekti u lançua, ai që mori të gjitha meritat ishte Mark Data, menaxheri i tij direkt. Më kujtohet, u përgjigj Artani, zëri i ngarkuar me një hidhërim të vjetër. Projekti Agimi e shpëtoi këtë kompani nga falimentimi, Artan. Kur babai im ishte i sëmur, aksionet po binin, klientët po anulonin kontratat, ishte Agimi ai që na ktheu në lojë. Solli 120 milion lekë në kontrata vetëm në vitin e parë. Dhe e di kush ishte krijuesi i vërtetë i atij sistemi? Artani nuk u përgjigj. Tashmë e dinte përgjigjen. Ti, tha Elena, duke treguar drejt ti. I gjithë ai kod, e gjithë ajo arkitekturë, e gjithë ajo risi. Ishe ti dhe Marku vodhi gjithçka. Falsifikoi raportet. Vuri emrin e tij në dokumente. Të mbajti në hije. Fjalët e Elenës kumbuan në kuzhinën e heshtur. Artani ndjeu diçka të thyej brenda në gjoks. Nuk ishte. Surprizë. Thellë, ai e kishte ditur gjithmonë. Por ta dëgjoje me zë të lartë, të konfirmuar nga vetë drejtoresha e përgjithshme e kompanisë, ishte ndryshe. Ishte reale. Ishte e dhimbshme. Pse po ma thua këtë tani, pyeti Artani, me zërin që i dridhej. Sepse unë dështova me ty, sepse kjo kompani dështoi me ty, dhe sepse unë nuk do ta lë këtë të vazhdoj. Elena u ngrit dhe shkoi te lavamani, mori një gotë dhe e mbushi me ujë. Piu një glënjë para se të vazhdonte. Kam kaluar javët e fundit duke hetuar. Zbulova se Marku nuk ishte i vetëm. Ka një rrjet të tërë menaxherësh që e bëjnë këtë. Vjedhin merita, manipulojnë vlerësime, sigurohen që punonjësit brillant të mbeten të padukshëm, ndërsa ata korrin dafinat. Dhe ti, Artan, ishe një nga viktimat më të mëdha të kësaj. Artani ndjeu sytë t'i digjinin. Mendoi për të gjitha herët që ishte ndjer i paaftë. Të gjitha herët që Marku e kishte poshtëruar në mbledhje, duke i thënë se nuk kishte vizion strategjik, se ishte vetëm një teknik mesatar. Mendoi për ish gruan, Anilën, që e la duke i thënë se nuk kishte ambicie, se nuk do të bëhej kur askushi. Mendoi për netët kur shikonte besën duke fjetur dhe pyeste veten nëse ishte një baba i dështuar. Mendova se nuk isha mjaftueshëm i mirë, tha Artani, zëri duke ju thyer. Për vite me radhë, e besova këtë. Elena u kthye te tavolina dhe, për habin e Artanit, vendosi dorën e saj mbi të tijën. Ti ke qenë gjithmonë mjaftueshëm i mirë. Ti ke qenë gjithmonë i jashtëzakonshëm. Dhe unë erdha këtu sot për të kërkuar falje. Në emër të kompanisë. Në emër të babait tim. Në emrin tim. Artani shikoi atë dorë mbi të tijën. Dorën e gruas më të fuqishme të kompanisë. Gruas që vendoste për të ardhmen e mira punonjësve. Dhe ajo ishte aty, në kuzhinën e tij, duke i kërkuar falje. Çfarë do nga unë, pyeti Artani. Dua ta rregullojmë këtë. Dua të jap njojën që meriton. Dua të ofroj një pozicion drejtues, një pagë të drejtë, autonomi për të krijuar.
Dua që të më ndihmosh ta rindërtojmë këtë kompani në mënyrën e duhur. Artani e tërhoqi dorën duke e kaluar nëpër fytyrë. Kjo është çmenduri. Pse të besoja ty? Pse të besoja se këtë herë do të ishte ndryshe? Sepse nuk do të heq dorë derisa të provoj se mund të më besosh. Heshtja u vendos mes tyre. Artani vështroi përreth kuzhinës së tij të vogël. Muret kishin nevojë për lyerje. Frigoriferi ishte i vjetër. Tavolina kishte shenja përdorimi. Por ishte aty ku ai dhe Besa hanin mëngjes çdo ditë. Ishte aty ku ajo vizatonte ndërsa ai përgatiste darkën. Ishte aty ku ndodhte jeta e vërtet, larg zyrave të ftohta dhe mbledhjeve boshe. Kam nevojë për kohë të mendohem, tha Artani më në fund. Elena tundi kokën. E kuptoj. Por Artan, ka edhe diçka tjetër që duhet ta dish. Marku u pushua nga puna sot. Bashkë me 5 menaxher të tjerë. Po hapin një proces të plot të brendshëm. Dhe emri yt, roli yt i vërtet në projektin Agimi do të njihet publikisht. Artani ndjeu lotët të rridhnin pa kontroll. Vite dhimbjeje, poshtërimi, heshtjeje, më në fund gjetën një zë. Më në fund dikush e pa. Elena u ngrit, mori xhaketën. Do ta lë kartën time këtu. Më telefono kur të jesh gati për të biseduar. Dhe Artan, tha ajo, duke u kthyer te dera e kuzhinës, ti je një baba i mrekullueshëm. Teze drita më tregoi se si kujdesesh për Besën. Si punon kaq shumë për të. Edhe kjo do të thotë të jesh i jashtëzakonshëm. Dhe me kaq, Elena Vokshi doli nga shtëpia e Artanit duke lënë pas një burr të transformuar. Një burr që më në fund filloi të shihte vlerën e tij. Artani qëndroi ulur në kuzhinë për orë të tëra, derisa dielli filloi të lindte. Mendoi për gjithçka që kishte kaluar. Për të gjitha herët që ishte ndjer i vogël. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, i lejoi vetes të ndjente diçka ndryshe. Shpresë. Kur Besa u zgjua dhe erdhi me vrap në kuzhinë, me pijame dhe flokë të shpupuritur, Artani e mori në krah dhe e përqafoi fort. Mirëmëngjes, dashuria ime. Mirëmëngjes, babi. Pse po qan? Janë lotë të mirë, bia ime. Ndonjëherë qajmë kur jemi të lumtur. Besa anoi kokën, mendueshëm. Atëherë ti je i lumtur? Artani shikoi nga dritarja, drejt diellit që ndriçonte qytetin. Po filloj të jem. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për këtë histori dhe si mendoni se do të përfundoj. Ditët në vijim ishin një mal me emocione për Artanin. Ai u kthye në punë të hënën pasardhëse, por gjithçka dukej ndryshe. Korridoret e Visiontek, dikur kaq të njohura, tani mbanin një peshë të re. Çdo vështrim i kolegëve dukej pyetës. A e dinin të gjithë se çfarë kishte ndodhur? A flisnin për të nëpërqoshe? Valbona ishte e para që e kërkoi. Ishte një grua 42 vjeçare, me flokë gështenjë gjithmonë të lidhur në një bisht praktik, syze me skele të hollë dhe një buzëqeshje të sinqertë që i ndriçonte fytyrën. Punonte në departamentin e cilësisë prej 15 vjetësh dhe, ashtu si Artani, ishte një nga ata njerëz që e bënin kompaninë të funksiononte në prapasken, pa projektor. Artan, tha ajo, duke trokitur lehtë në derën e zyrës së vogël ku ai punonte. Mund të hyj? Sigurisht, Valbona. Hyr. Ajo mbylli derën pas vetes dhe u ul në karrigen pranë tavolinës së tij. Kam dëgjuar ca fjalë. Thonë se Elena e ka pushuar nga puna Markun dhe disa menaxher të tjerë. Është e vërtet? Artani pshërtiu. Është e vërtet. Dhe thonë gjithashtu se ka lidhje me ty se zbuluan që ai po vinte projektet e tua. Artani e shikoi, i habitur. Si e more vesh? Valbona i dha një buzëqeshje të trishtë. Artan, unë punoj këtu prej shumë kohësh. Gjithmonë e kam ditur që ti ishe brilan. Dhe gjithmonë më është dukur e çuditshme se si Marku merrte të gjitha meritat për projekte që qartësisht kishin gjurmën tënde. Vetëm se kur nuk pata guxim të thoja gjë. Më fal. Artani ndjeu një lëmsh në fyt. Nuk ke pse të kërkosh falje. Edhe unë heshta për një kohë të gjatë. Të dy qëndruan në heshtje për një moment. Jashtë, zhurma e zyrës vazhdonte. Telefona që binin, taste kompjuteri që shtypeshin, biseda të shpejta mes kolegësh.
Jeta vazhdonte, por për Artanin gjithçka kishte ndryshuar. Elena do të më promovoj, tha Artani pa pritur. Dëshiron që unë të marr një pozicion drejtues. Valbona zgurdulloi syt. Seriozisht? Seriozisht. Por nuk e di nëse do të pranoj. Nuk e di nëse i besoj kësaj. Artan, ti e meriton. Gjithmonë e ke merituar. Po sikur të jetë thjesht një tjetër manovër? Po sikur ajo të jetë duke u përpjekur të më përdor për të pastruar imazhin e kompanisë? Valbona u përkul përpara me shprehje serioze. Ose ndoshta ajo me të vërtetë dëshiron t'i rregullojë gjërat. Ndonjëherë njerëzit ndryshojnë, Artan. Ndonjëherë ata zgjohen dhe kuptojnë se kanë gabuar. Artani donte ta besonte këtë. Por vite mosbesimi dhe zhgënjimi kishin ndërtuar mure të larta rreth zemrës së tij. Nuk do të ishte kaq e lehtë t'i rrëzoje. Atë pasdite, Elena kërkoi një takim me të. Jo në zyrën e saj, me ato dritare të mëdha që shinin nga bulevardi dëshmorët e kombit, por në një sallë të vogël mbledhjesh diskrete në katin e fundit. Kur Artani mbërriti, ajo ishte tashmë aty, e ulur në tavolinë me një filxhan kafeje në duar. Artan, faleminderit që erdhe. Ulu, të lutem. Ai u ul, duart e djersitura, zemra i rritë shpejt. Elena duke ndryshe. Më pak imponente. Më njerëzore. E di që je ende duke përpunuar gjithçka, filloi ajo. Dhe e kuptoj mosbesimin tënd. Por dua të dish se qëllimet e mia janë të vërteta. Kam kaluar javët e fundit duke biseduar me punonjësit, duke rishikuar proceset, duke u përpjekur të kuptoj se ku kemi gabuar. Dhe sa më shumë zbuloj, aq më shumë kuptoj se sa jemi larguar nga ajo që ka vërtet rëndësi. Njerëzit. Artani dëgjonte në heshtje. Babai im e ndërtoi këtë kompani nga zeroja, vazhdoi Elena. Ai filloi në një garazh me 3 punonjës dhe një ëndër. Por me kalimin e viteve, ndërsa kompania rritej, ai u distancua nga njerëzit. U përqendrua te shifrat, te fitimet, te aksionerët. Dhe unë bëra të njëjtën gjë. Mora presidencën e fokusuar për të provuar se isha e aftë, se mund ta çoja kompaninë në nivele të reja. Por në proces, harrova të shikoja poshtë. Harrova të shija se kush i bënte gjërat të ndodhnin me të vërtetë. Ajo bëri një pauzë, syt I shkëlqenin nga një emocion I përmbajtur. Dhe pastaj gjeta rastin tënd, Artan. Dhe pash veten në pasqyrë. Pash gjithçka që isha betuar se nuk do të bëhesha kurrë. Pash padrejtësinë, abuzimin, shfrytëzimin. Dhe kuptova se isha bashkëfajtore në gjithë këtë. Sepse nuk shija. Sepse nuk doja të shija. Artani ndjeu diçka të lëvizte brenda në gjoks. Ajo grua, kaq e fuqishme, kaq e paarritshme, ishte aty, e brish, duke pranuar gabimet e saj. Kjo do të thoshte diçka. Duhej të donte të thoshte diçka. Çfarë do që të bëj unë? Pyeti Artani më në fund. Dua që të më ndihmosh ta rregullojmë këtë. Dua të krijoj një ekip të ri, me njerëz që me të vërtet kujdesen. Njerëz si ti, si Valbona. Dua të krijoj një mjedis ku askush të mos jetë më I padukshëm. Ku merita të njihet. Ku etika të jetë më e rëndësishme se fitimi I menjëhershëm. Është një ëndër e bukur, tha Artani. Por ëndrat janë të lehta për t'u ëndërruar. E vështirë është t'i shndërrosh në realitet. E di. Prandaj kam nevojë për ty sepse ti e ke jetuar në lëkurën tënde se çdo të thotë të injorohesh. Ti e di se çfarë duhet të ndryshoj. Artani mori frym thellë. Një pjesë e tij donte të besonte. Donte ta bënte atë hap besimi. Por një pjesë tjetër, pjesa që ishte lënduar shumë, ende rezistonte. Duhet të mendohem, tha ai. Por Elena, nëse pranoj, duhet të jetë me kushtet e mia, nuk do të jem kukull e askujt. Nuk do të përdorem për marrëdhënie me publikun. Nuk dua një kukull, Artan. Dua një partner. Dik që të më sfidoj. Dik që të më thot kur jam gabim. Artani tundi kokën ngadalë. Do të jap një përgjigje deri në fund të javës. Kur Artani doli nga ai takim, gjeti Valbonën duke pritur në korridor. Ajo kishte atë shprehjen e dikujt që po vdiste nga kurioziteti, por përpiqej ta fshite. E pra, pyeti ajo sapo u larguan mjaftueshëm. Artani I tregoi gjithçka.
Fjalët e Elenës, premtimet, dyshimet që ende e mundonin. Valbona dëgjoi me vëmendje, duke tundur kokën her pas here. E di se çfarë mendoj unë, tha ajo kur ai mbaroi. Mendoj se ke frikë të besosh se e meriton këtë. Ke kaluar kaq shumë kohë duke e menduar veten të pamjaftueshëm, saqë tani që dikush të thotë të kundërtën, ti nuk arrin ta pranosh. Fjalët e Valbonës e goditën Artanin si një grusht. Ajo kishte të drejtë. Pengesa më e madhe nuk ishte Elena apo kompania. Ishte ai vetë. Ishte zëri në kokën e tij që përsëriste si një disk i gërvishtur se ai nuk ishte mjaftueshëm i mirë. Atë natë, kur Artani mbërriti në shtëpi, Besa e priti me një vizatim të ri. Ishte një kështjell plot ngjyra, me kulla të larta dhe dritare plot lule. Në maj të kështjellës, ajo kishte vizatuar 2 figura. Një të madhe, një të vogël. Shiko, babi. Jemi ne në kështjell. Artani mori vizatimin, zemra i ishte shtrënguar. Është i mrekullueshëm, dashuria ime. Por kështjellat ekzistojnë vetëm në përralla. Mësuesja tha se nëse ëndërrojmë shumë fort, kështjellat bëhen të vërteta. Artani përqafoi të bien duke ndjer lotët që kërcënonin të shfaqeshin përsëri. Ndoshta ajo kishte të drejtë. Ndoshta ishte koha të ëndërronte pak. Të shtunën pasardhëse ndodhi diçka e papritur. Zilja ra në 10 të mëngjesit. Artani, që ishte në kuzhinë duke bërë petulla me Besën, shkoi të hapte derën i intriguar. Kur hapi derën, mbeti pa fjalë. Elena ishte aty. Por jo Elena ekzekutive, me taka të larta dhe veshje zyrtare. Ishte një Elena ndryshe. Kishte veshur gjinse, atlete të bardha, një bluzë të thjeshtë. Flokët i kishte lëshuar, duke i rënë natyrshëm mbi supe. Duke 10 vjet më e re. Elena, tha Artani, i habitur. Çfarë bën këtu? Ajo ngriti një qese letre. Solla croissant nga pastiqeria më e mirë në blok. Kam dëgjuar se janë më të mirët në qytet. Mendova se ty dhe Besës mund t'ju pëlqenin. Artani nuk dinte çfarë të thoshte. Kjo ishte kaq e pazakont, kaq e papritur, saqë ai thjesht qëndroi në derë. Mund të hyj? Pyeti Elena me një buzëqeshje të ndrojtur. Apo kjo është shkelje e tepërt? Artani bëri një hap mënjan. Hyr. Besa u shfaq nga kuzhina, syt kurioz të ngulitur te vizitorja. Babi, kush është? Elena u përkul për të qenë në lartësinë e vajzës. Përshëndetje, Besa. Unë quhem Elena. Punoj me babin tënë. Ti e ajo zonja që erdhi këtu natën vonë? Pyeti Besa, me sinqeritetin brutal të fëmijëve. Elena qeshi, e befasuar. Më pe? U zgjova për të pirë ujë. Të pash në kuzhinë. Artani ndjeu fytyrën t'i digjej nga sikleti, por Elena vetëm buzëqeshi. Është e vërtetë. Erdha të bisedoja me babin tënd për gjëra të rëndësishme. Besa e studioi Elenën me vëmendje, pastaj tundi kokën, e kënaqur. Do të hash petulla? Babi po i bën. Dhe kështu, në mënyrë krejtësisht surreale, Elena Vokshi, drejtoresha e përgjithshme e një prej kompanive më të mëdha të teknologjisë në Shqipëri, kaloi mëngjesin e së shtunës në kuzhinën e Artanit, duke ngrënë petulla dhe croissant, duke dëgjuar Besën të fliste për vizatimet e saj, kukullat e saj dhe shkollën e saj. Artani vëzhgonte gjithçka disi i trullosur. Kishte diçka thellësisht njerëzore në atë skenë. Elena qeshte me historitë e Besës, bënte pyetje të sinqerta, duke i vërtet e interesuar. Dhe Besa, me atë intuitën e veçantë që kanë fëmijët, dukej se e kishte pranuar Elenën menjëherë. Kur Besa shkoi të luante në dhomën e saj, Elena e ndihmoi Artanin të lante enën. Ata punonin në heshtje, krah për krah, në një intimitet të çuditshëm dhe ngushëllues. Faleminderit që erdhe, tha Artani më në fund. Kjo do të thotë shumë. Doja të dije se nuk jam vetëm drejtoresha e përgjithshme. Jam një njeri. Një njeri që do të bëj gjën e duhur. Artani e shikoi. E shikoi me të vërtetë. Dhe pa jo gruan e fuqishme që komandonte mira punonjes, por një grua që po përpiqej të gjente rrugën e saj. Një grua që gjithashtu kishte frikë, dyshime, pendime. Pranoj, tha Artani pa pritur. E pranoj propozimin tënd. Do të drejtoj ekipin e ri. Elena u kthye nga ai, sytë e zgurdulluar. Seriozisht?
Seriozisht. Por ka kushte. Unë e zgjedh ekipin tim. Kam autonomi për të marrë vendime. Dhe nëse në ndonjë moment ndjej se gjërat po kthehen siç ishin më parë, unë largohem. Pa hatërmbetje. Elena i zgjati dorën. Rën dakord. Artani ja shtrëngoi dorën duke ndjer forcën e shtrëngimit, sinqeritetin e gjestit. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, i lejoi vetes të besonte se ndoshta, vetëm ndoshta, gjërat mund të ndryshonin me të vërtetë. Transformimi në vision tek filloi të hënën pasardhëse. Artani mbërriti në zyrën e 8 të mëngjesit, por këtë herë nuk shkoi në zyrën e tij të harruar në katin e 3. Shkoi direkt në katin e 10, ku ndodheshin zyrat e drejtuesve. Elena kishte rezervuar një sallë të gjerë mbledhjesh me pamje nga qyteti, ku Artani dhe ekipi që ai do të zgjidhte mund të punonin. Personi i parë që Artani ftoi ishte Valbona. Ajo gati sa nuk ra nga karrigia kur ai u shfaq në zyrën e saj. Të dua në ekipin tim, tha ai, drejt për drejt. Dua dikë që kupton proceset, që e njeh kompanin nga brenda, që nuk ka frikë të vërë në dukje problemet. Valbona vuri duart në fytyrë, syt e përlotur. Artan, nuk di çfarë të them. Thuaj po. Dhe ajo tha. Në ditët në vijim, Artani mblodhi edhe 3 persona të tjerë. Fluturën, një zhvilluese e re 26 vjeçare që kishte ide brillante por kur nuk dëgjoi. Pietrin, një analist të dhënash që shite modele aty ku askush tjetër nuk shite. Dhe Gentin, një dizajner që shndërronte kompleksitetin në thjeshtësi. Të gjithë ishin siç kishte qenë Artani. Të padukshëm. Të nënvlerësuar. Të jashtëzakonshëm. Java e parë ishte intensive. Artani propozoi që të bënin një auditim të plotë të gjitha projekteve në zhvillim. Donin të kuptonin ku kishte shpërdorim, ku kishte sabotim, ku potenciali njerëzor po harxhohej kohë. Elena u dha dritë jeshile. Qasje në të gjitha dosjet, të gjitha tabelat, të gjitha emailet. Ajo që zbuluan ishte e frikshme. Kishte një sistem të tërë të ngritur për të përfituar menaxher të caktuar. Projektet vonoheshin qëllimisht që departamentet të tjera të dukeshin më efikase. Idetë e punonisëve vidheshin dhe paraqiteshin nga eprorët. Vlerësimet e performancës manipuloheshin për të justifikuar promovimet e njerëzve të afërt me menaxherët. Me çdo zbulim, Artani ndjente një përzierje zemërimi dhe vërtetimi. Nuk ishte vetëm me të. Ishte sistemike. Ishte një kulturë që ishte rrënjosur thellë. Elena merrte pjesë në mbledhjet e ekipit çdo ditë. Në fillim, Artani mendoi se ajo ishte dyshuese, se donte të kontrollonte. Por dalë nga dalë e kuptoi se jo. Ajo po mësonte. Bënte pyetje, dëgjonte me vëmendje, mbante shënime. Dhe kur ekipi paraqiste zgjidhje, ajo i zbatonte pa hezitim. Në një nga këto mbledhje, Valbona paraqiti një të dhënë tronditse. Në 5 vitet e fundit, shkalla e largimeve mes punonisëve me performancë të lartë ishte 3 herë më e lartë se mesatarja. Njerëzit e mirë po largoheshin. Na duhet një kanal denoncimi anonim, sugjeroi Flutura. Një vend ku njerëzit mund të raportojnë abuzime pa frikën e hakmarrjes. Dhe një kod etike i rishikuar, shtoi Pietri. Me ndëshkime të qarta për ata që e shkelin. Elena tundi kokën në shenjë miratimi për gjithçka. Bëjeni. Keni mbështetjen time të plotë. Por jo gjithçka ishte lule. Në bordin e kompanisë kishte rezistencë. Luan Malaj, një nga antarët më të vjetër, filloi të vinte në dyshim hapur ndryshimet. Thoshte se kompania po humbiste fokusin, se prioritizimi i etikës mbi rezultatin ishte romantizëm korporativ. Tensioni shpërtheu në një mbledhje të bordit në javën e 3. Artani u ftua të paraqiste rezultatet paraprake të auditimit. Luani e ndërpreu 3 herë, duke vënë në dyshim çdo shifër, çdo propozim. Me gjithë respektin, Artan, tha Luani, zëri i ngarkuar me përbuzje, ju nuk keni përvojë në menaxhim strategjik. Nuk mund të ndryshoni thjesht procese që funksionojnë prej vitesh bazuar në idealizma. Artani t'i vlonte gjaku, por para se të mund të përgjigjej, Elena u ngrit. Luan, proceset që ti i quan funksionale po e vrisnin këtë kompani nga brenda. Po bënin që talentet tona më të mira të largoheshin. Po krijonin një mjedis toksik.
Dhe nëse ti mendon se rezultati ndërtohet duke shkelur mbi njerëzit, atëherë ndoshta është koha të rivlerësojmë qëndrimin tënd në këtë bordë. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Luani u skuq, por nuk kundërshtoi. Elena e kishte bërë të qartë se në cilën anë ishte. Pas mbledhjes, Artani e takoi në korridor. Nuk ishte nevoja ta bëje atë. Po, ishte, tha Elena. Nëse nuk të mbroj publikisht, askush nuk do t'i marrë seriozisht ndryshimet. Dhe përveç kësaj, shtoi ajo me një buzëqeshje të lodhur, Luani po sillej si idiot. Artani qeshi, i habitur. Ishte hera e parë që e dëgjonte Elenën të përdorte një fjalë kaq jo formale. Kishte diçka çliruese në këtë. Në ditët që pasuan, Artani dhe Elena filluan të kalonin më shumë kohë së bashku. Jo vetëm në mbledhjet zyrtare, por në biseda jo formale në korridore, kafe të shpejta mes angazhimeve, mesazhe të shkëmbyra natën vonë për ide dhe shqetësime. Po krijoi një lidhje, diçka që shkonte përtej profesionales. Një natë, kur Artani po bëhej gati të dilte nga zyra, Elena u shfaq në sallën e ekipit. Të gjithë kishin ikur tashmë. Ishte gati ora 9 e mbrëmjes. Ende duke punuar, pyeti ajo. Gjithmonë u përgjigj Artani me një buzëqeshje të lodhur. Besa është me teze dritën. I thash se do ta merrja në 10. Elena u ul në karrigen pranë tij. Mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht. Pse iku ish gruaja jote? Artani nuk e priste atë pyetje. Qëndroi në heshtje për një moment duke zgjedhur fjalët. Ajo tha se nuk kisha ambicie. Se isha i rehatuar me një jetë mediokre. Se nuk do t'i jepja kur jetën që meritonte. Dhe ti e besove këtë? Për një kohë të gjatë, po. Mendova se kishte të drejtë. Se me të vërtet isha një dështar. Elena u përkul përpara, sytë e ngulitur të tij. Artan, ti krijove një sistem inteligjence artificiale që revolucionarizoi një industri të tërë. Ti po rrit një vajzë i vetëm, me dashuri dhe përkushtim. Ti ke më shumë guxim dhe talent se 99% e njerëzve që njoh. Si mund ta mendosh veten një dështar? Artani ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Sepse askush nuk ma ka thënë këtë më parë. Derisa u shfaqe ti. Ajri mes tyre ndryshoi. U bë më i dendur, i ngarkuar me diçka të pathënë. Elena zgjati dorën dhe, ngadalë, preku fytyrën e Artanit. Një prekje e lehtë, pothuajse hezituese. Unë të shoh ty, Artan. Dhe ajo që shoh është e jashtëzakonshme. Artani ndjeu zemrën t'i rritë fort. Një pjesë e tij donte të largohej, të ruante distancën profesionale. Por një pjesë tjetër, pjesa që ishte e lodhur duke qenë gjithmonë vetëm, donte të afrohej. Para se ndonjëri prej tyre të mund të bënte diçka, celulari i Artanit ra. Ishte teze drita. Besa kishte temperaturë. Momenti u prish. Artani u ngrit me një kërcim duke marrë çelsat e makinës. Më fal, duhet të iki. Sigurisht. Shko. Dhe më lajmëro si është. Artani vrapoi drejt makinës, zemra ende i rritë shpejt, mendja e hutuar. Çfarë sapo kishte ndodhur? Çfarë po ndjente? Kur mbërriti në shtëpi, Besa ishte në divan, e mbështjell me një batanie, fytyra e skuqur nga temperatura. Artani e mori në krah, i mati temperaturën, i dha ilaç, i bëri kompresa. Teze drita iku pasi u sigurua se gjithçka ishte nën kontroll. Babi, u vonove, murmuriti Besa, syt e përgjumur. Më fal, dashuria ime. Babi ishte duke punuar. Ti punon shumë. E di. Por është që ne të kemi një jetë më të mirë. Besa e përqafoi. Unë vetëm dua që ti të rish këtu me mua. Artani ndjeu një therje faji. Edhe me të gjitha ndryshimet, edhe me promovimin dhe njohjen, ai ende po dështonte në gjën më të rëndësishme. Të ishte i pranishëm. Atë natë, pasi Besa më në fund fjeti, Artani qëndroi ulur në divan duke menduar. Duke menduar për Elenën, për prekjen e saj, për mënyrën se si e shikonte. Duke menduar për Anilën, ish gruan që e bëri të ndihej i vogël për kaq shumë kohë. Duke menduar për Besën që kishte nevojë për një baba të pranishëm, jo për një të varur nga puna. Telefoni vibroi. Ishte një mesazh nga Elena. Si është Besa? Artani shkroi përgjigjen.
Po fle. Temperatura i ka rënë pak. Përgjigja erdhi shpejt. Gëzohem. Nëse ke nevojë për diçka, më lajmëro. Artani e shikoi mesazhin për një kohë të gjatë. Kishte diçka ngushëlluese në ato fjalë. Diçka që e bënte të ndihej më pak i vetmuar. Faleminderit, shkroi ai. Kjo do të thotë shumë. Të nesërmen, Artani mbërriti në zyrë i vendosur të vendoste kufi të rinj. Bisedoi me ekipin për oraret e punës, për rëndësinë e të pasurit jetë jashtë zyrës, për të mos sakrifikuar familjen për karrierën. Valbona ra dakord menjëherë. Jemi këtu për të ndryshuar kulturën e kompanisë, tha ajo. Dhe kjo përfshin ndryshimin e kulturës së të punuarit deri në vdekje. Elena, kur mori vesh për bisedën, u shfaq në sallën e ekipit. Jam plotësisht dakord. Madje, do të zbatojmë një politikë të re. Askush nuk punon pas orës 7 të mbrëmjes, përveç në raste urgjente reale. Dhe fundjavat janë të shenjta. Ekipi mbeti gojë hapur. Ishte një ndryshim rënjësor për një kompani që gjithmonë kishte vlerësuar ata që qëndronin deri vonë, ata që sakrifikonin gjithçka për punën. Po afatet, pyeti Genti. Po projektet urgjente? Nëse një projekt mund të dorëzohet vetëm me të gjithë që punojnë 12 orë në ditë, atëherë afati është i gabuar, tha Elena me vendosmëri. Do të mësojmë të bëjmë planifikime realiste. Artani e shikoi me admirim. Ajo nuk po fliste vetëm për ndryshim. Ajo po ndryshonte me të vërtetë. Atë fundjavë, ndodhi diçka e papritur. Elena i telefonoi Artanit të shtunën në mëngjes. Përshëndetje, më fal që të shqetësoj. Ti dhe Besa keni plane sot? Jo, asgjë të veçantë. Pse? Mendova t'ju çoja në parkun e madh të liçenit. Është një ditë e mrekullueshme. Dhe, mirë, nuk e kam bërë këtë prej vitesh. Të dal vetëm për t'u çlodhur, e di? Artani hezitoi për një sekond, pastaj buzëqeshi. Do të na pëlqente shumë. Dhe kështu, atë të shtunë me diell, Artani, Besa dhe Elena kaluan ditën në park. Ngritën balon, hëngrën akullore, bën piknik në bar. Besa ishte rrezatuese, duke vrapuar nga njëra anë në tjetrën, duke i treguar Elenës çdo zbulim. Një flutur, një lule ndryshe, një qen i lezetshëm. Dhe Artani vëzhgonte gjithçka me zemrën plot. Elena ishte aty, me xhinse dhe atlete, flokët e shpupuritur nga era, duke qeshur me prapësitë e Besës. Nuk kishte asgjë nga drejtoresha e përgjithshme në atë moment. Kishte vetëm një grua që po rizbulonte thjeshtësinë e një dite normale. Kur dielli filloi të perëndonte, ata ecën drejt makinës. Besa ishte e lodhur, duke mbajtur duart e Artanit dhe Elenës, një nga secila anë. Dhe aty, në atë moment të thjeshtë, Artani kuptoi diçka që e friksoi dhe e mbushi në të njëjtën kohë. Dukeshin si një familje. Javët që pasuan ishin të ndryshimeve të thella. Vision-Tech po transformohej nga brenda jashtë, dhe Artani ishte zemra e këtij transformimi. Kanali i denoncimit anonim që ekipi krijoi mori më shumë se 200 raportime në 15 ditët e para. Histori ngacmimi, abuzimi me pushtetin, manipulimi i vlerësimeve. Çdo raportim hetohej me kujdes dhe merreshin masa. Më shumë menaxher u pushuan nga puna. Proceset u rishikuan. Kompania gjakoste, por ishte një gjakosje e nevojshme për shërim. Artani ishte në sallën e mbledhjeve kur mori telefonatën. Ishte nga një numër i panjohur. Ai u përgjigj pa u menduar shumë. Artan? Marku jam. Artani ndjeu të gjithë trupin t'i tensionohej. Mark Data. Njeriu që i kishte vjedhur vite nga jeta, nga vetvlerësimi, nga ëndrat e tij. Çfarë do? Dua të bisedojmë. Personalisht. Të lutem. Artani gati sa nuk e mbylli telefonin. Gati. Sa nuk i tha se nuk kishte asgjë për të folur. Por diçka e bëri të hezitonte. Ndoshta ishte kurioziteti. Ndoshta ishte nevoja për një mbyllje. Ku? Në kafenen përballë zyrës. Nesër në 3 pasdite. Artani pranoi, pa e ditur mirë pse. Kur i tregoi Elenës, ajo rudhi vetullat e shqetësuar. Je i sigurt që do ta bësh këtë? Më duhet. Më duhet ta shikoj në sy dhe të dëgjoj se çfarë ka për të thënë. Më duhet kjo për të ecur përpara.
Elena i mbajti dorën. Do të vi me ty. Dhe të nesërmen, ja ku ishin. Artani dhe Elena hynë në kafene dhe gjetën Markun të ullur në një tavolinë në fund. Ai duke ndryshe. Më i dobët me rrath të zinë poshtë syve, shpatullat e kërrosura. Kur i pa, u përpoq të buzëqeshte, por ishte një buzëqeshje e trisht, e mposhtur. Artan. Elena. Faleminderit që erdhët. Ata u ulën. Një heshtje e rënd mbuloi tavolinën për disa sekonda. Marku përziente nervozisht filxhanin e kafes. Nuk e di nga t'ja filloj. Ndoshta me një kërkesë faljeje. Artan, unë të kam bërë keq. Shumë keq. Të vodha punën, besueshmërinë, vitet. Dhe nuk kam asnjë justifikim për këtë. Artani kryqëzoi krahët, fytyra e palvizshme. Pse e bëre? Marku pshertiu thellë. Sepse kisha frikë. Frikë se nuk isha mjaftueshëm i mirë. Kur hyre në ekip, e pash talentin tënd menjëherë. Pash se ishe më i mirë se sa do të isha unë ndonjëherë. Dhe në vend që të mbështesja, të mësoja prej teje, unë të sabotova. Sepse nëse ti do të shkëlqeje, unë do të mbetesha në hije. Dhe ti mendove se kjo justifikon të shkatërimin e jetës sime? Jo. Nuk justifikon asgjë. E di këtë tani. Humba punën, reputacionin, familjen. Gruaja ime kërkoi divorcin kur mori vesh se çfarë bëra. Po më padit kompania. Humba gjithçka. Dhe më e keqja është se e meritoj. Artani ndjeu një përzierje emocionesh. Zemërim, keqardhje, lehtësim. Shikoj Elenën, e cila tundi kokën lehtë, duke e inkurajuar të fliste. Mark, për vite me radhë unë besova se nuk isha mjaftueshëm i mirë. Për shkakun tënd. Ti më bëre të dyshoj në vlerën time, në aftësinë time. Më bëre të ndihem i padukshëm. Dhe kjo gati sa nuk më shkatëroi. E di. Dhe do ta mbaj këtë me vete për pjesën tjetër të jetës. Artani mori frym thellë. Nuk e di nëse mund të fal. Ndoshta një ditë. Por sot dua vetëm të dish një gjë. Unë mbjetova. E kalova. Dhe unë fitova. Jo sepse të shkatërova ty, por sepse gjeta vlerën time përsëri. Dhe këtë askush nuk mund të ma heqë. Marku tundi kokën, syt e përlotur. Ti meriton gjithçka të mirë, Artan. Me të vërtetë. Dhe me kaq, Artani u ngrit, kapi dorën e Elenës dhe dolën nga kafeneja. Nuk shikoi prapa. Nuk kishte më nevojë. Ai kapitull ishte mbyllur më në fund. Por sfidat nuk mbaruan. Një javë më vonë, kur Artani mori besën nga shkolla, pati një surprizë të pakëndshme. Anila, ish gruaja e tij, po priste te porta. Ajo kishte veshur një fustan elegant, flokët të rregulluar në mënyrë perfekte, grimin pa të meta. Buzëqeshi kur e pa. Artan. Duhet të flasim. Anila. Çfarë bën këtu? Erdha të shoh vajzën time. Dhe të flas me ty. Artani ndjeu irritimin të rritej. Nuk je shfaqur për më shumë se një vit. Nuk telefonon, nuk dërgon mesazhe. Dhe tani shfaqesh këtu sikur të mos kishte ndodhur asgjë? Anila pati mirësjelljen të dukej e turpëruar. E di që gabova. E di që të braktisa. Por gjërat kanë ndryshuar, Artan. Unë kam ndryshuar. Besa doli me vrap nga shkolla dhe ndaloi në mes të rrugës kur pa të ëmën. Buzëqeshja ju shua në fytyrë. Ajo shikoi Artanin, e hutuar. Babi? Artani shkoi tek ajo dhe e mori në krah. Gjithçka është në rregull, dashuria ime. Anila bëri një hap përpara. Besa, je rritur kaq shumë. Je kaq e bukur. Besa ktheu fytyrën duke e fshehur në shpatullën e të atit. Mesazhi ishte i qartë. Ajo nuk e donte atë riafrim. Anila, çfarë do? Pyeti Artani me zë të lodhur. Dua të jem pjesë e jetës së saj përsëri. Dua të jem nën. Ti e pate shansin tënd për të qenë nën. Ti zgjodhe të ikje. Isha e humbur, Artan. Isha e palumtur. Por kur mora vesh për suksesin tënd, për mënyrën se si e ktheve jetën, mendova se ndoshta mund të rifillonim. Për të mirën e Besës.
Artani ndjeu zemërimin të vlonte. Do të kthehesh tani që kam një pozicion më të mirë? Tani që kam para? Ku ishe ti kur kaloja net pa gjumë sepse nuk kisha si të paguaja qiran? Ku ishe kur Besa kishte pneumoni dhe unë qëndrova 3 ditë pa gjumë duke u kujdesur për të i vetëm? Artan, unë. Jo. Ti nuk ke të drejtë të shfaqesh tani. Besa ka një jetë. Një jetë të qëndrueshme. Dhe unë nuk do të lë ta strukturosh këtë. Anila u përpoq të argumentonte, por Artani nuk donte të dëgjonte. Mori Besën në makinë dhe iku, zemra i rritë shpejt, duart i dridheshin në timon. Kur mbërritën në shtëpi, Elena ishte tashmë aty. Ajo kishte çelësin e saj tani. Në muajt e fundit ishte bërë pjesë e rutinës së tyre. Hante darkë me ta 3 herë në javë, e ndihmonte Besën me detyrat e shtëpisë, i lexonte përralla para gjumit. Kur pa shprehjen e Artanit, Elena e kuptoi se diçka nuk shkonte. Besa shkoi direkt në dhomën e saj dhe Artani i tregoi gjithçka. Shfaqjen e Anilës, përpjekjet për riafrim, frikën se kjo do të prishte jetën e së bijës. Elena e përqafoi. Bëre gjën e duhur. E mbrojte atë. Po sikur Anila të këmbëngul, po sikur të hap proces gjyqësor për kujdestarin, atëherë ne luftojmë. Së bashku. Fjala së bashku kumbonte në gjoksin e Artanit. Kjo ishin ata tani. Së bashku. Në një moment gjatë muajve të fundit, pa e kuptuar saktësisht se kur Elena kishte pushuar së qeni drejtoresha e përgjithshme e largët dhe ishte bërë personi më i rëndësishëm në jetën e tij. Atë natë, pasi Besa fjeti, Artani dhe Elena qëndruan duke biseduar në sallon. Biseda rrjedhi natyrshëm drejt së ardhmes. Drejt planeve, ëndrave, shpresave. Ndonjëherë kam frikë, rrëfeu Elena. Frikë se do të zgjohesh një ditë dhe do të kuptosh se unë nuk jam mjaftueshëm e mirë për ty për Besën. Artani ja mori fytyrën mes duarve. Ti je më shumë se mjaftueshëm e mirë. Ti je e mrekullueshme. Ti na ndryshove jetën. Dhe ti ndryshove timen. Ata u puthën. Ishte një puthje e butë, e ngarkuar me premtim dhe butësi. Një puthje që vulosi diçka që tashmë po ndërtohej prej muajsh. Gjërat filluan të përmirësoheshin në të gjitha mënyrat. Puna e Artanit u njoh më në fund publikisht kur Visiontech u ftua të prezantonte projektin Agimi në një nga konferencat më të mëdha të teknologjisë në Ballkan. Këtë herë nuk do të ishte Marku në skenë. Do të ishte Artani. Në ditën e konferencës, auditori ishte plot. Më shumë se 1000 njerëz, mes tyre drejtues, zhvillues, investitor dhe gazetar. Artani ishte në prapasken, zemra i rritë fort, duart e djersitura. Valbona erdhi tek ai dhe i shtrëngoi shpatullën. Ti Adel, kjo është ora jote. Kur prezantuesi thiri emrin e tij, Artani u ngjit në skenë nën duartrokitje. Dritat ishin intensive, por ai arriti të shihte rreshtat e parë. Aty ishin Elena dhe Besa, duke buzëqeshur me krenari. Artani filloi të fliste. Tregoi historinë e projektit Agimi, sfidat teknike, zgjidhjet inovative. Por tregoi edhe historinë e tij personale. Foli për të qenit i padukshëm, për të qenit i sabotuar, për të qenit gati për të hequr dorë. Dhe foli për rëndësinë e një leadershipi etik, të vlerësimit të njerëzve, të krijimit të mjediseve ku talenti mund të lulëzojë. Zëri i dridhej në disa momente, por ai nuk u ndal. Dhe kur mbaroi, auditori u ngrit në këmbë duke duartrokitur. Ishte një ovacion i vërtetë. Lotët rridhnin nëpër fytyrën e Artanit, por ishin lot gëzimi, realizimi, drejtësie të vënë më në fund në vend. Pas konferencës, gazetarët donin ta intervistonin. Investitorët donin të bënin propozime. Por Artani donte vetëm një gjë. Vrapoi në krahët e Besës dhe Elenës. Ishe i mrekullueshëm, babi, bërtiti Besa, duke i kërcyer në krah. Jam kaq krenare për ty, tha Elena, syt i shkëlqenin. Dhe aty, në atë përqafim, Artani ndjeu se kishte arritur. Jo vetëm profesionalisht, por edhe emocionalisht. Kishte gjetur vendin e tij në botë. Muajt që pasuan ishin të konsolidimit. Visiontech u bë referencë në menaxhimin etik. Kompani të tjera filluan të kopjonin praktikat e tyre. Artani u ftua të jepte leksione për konsulenca, por preferoi të vazhdonte aty ku ishte.
duke ndërtuar diçka reale me ekipin e tij. Dhe marrëdhënia e tij me Elenën vetëm sa u thellua. Ajo filloi të flinte në shtëpinë e Artanit 3 herë në javë. Besa filloi ta quante teze Elena dhe më pas thjesht Lena. Ishte më e lehtë, më e dashur. Derisa një ditë, në një mëngjes të zakonshëm të së dielës, ndërsa hanin mëngjes në kuzhinë, Besa bëri një pyetje që ndryshoi gjithçka. Lena, do të rish përgjithmonë me ne, apo do të ikësh siç iku mami? Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Elena shikoi Artanin, i cili tundi kokën inkurajueshëm. Ajo u përkul për të qenë në lartësinë e Besës, duke i mbajtur duart e vogla. Besa, unë nuk do të shkoj askund. Unë ju dua të dyve. Dhe nëse ti dhe babi yt më lejoni, unë dua të rri këtu përgjithmonë. Besa buzëqeshi, atë buzëqeshjen e bukur që ndriçonte botën. Atëherë mund të jesh mami im i vërtet? Elena ndjeu lotët të rrivnin. Do të doja shumë të isha mami yt. Dhe në atë moment, në atë kuzhinë të thjeshtë, përballë një filxhani kafeje dhe vizatimesh të shpërndara nëpër tavolinë, u formua një familje. Jo nga lidhjet e gjakut, por nga lidhjet e dashurisë, të zgjedhjes, të pranisë. 3 muaj më vonë, Artani dhe Elena u martuan në një ceremoni të vogël, intime, vetëm me familjen e afërt dhe miqt më të dashur. Besa ishte shoqëruesja e nuses, e veshur me rozë, duke shpërndar petale gjatë rrugës. Kur gjykatësi pyeti nëse Elena e pranonte Artanin si bashkëshort, Besa bërtiti para se ajo të mund të përgjigjej. E pranon, po. Më tregoj dje. Të gjithë qeshën dhe Elena, duke qeshur dhe duke qarë në të njëjtën kohë, tha po. Jeta nuk u bë perfekte. Ende kishte sfida. Anila u përpoq të hapte proces gjyqësor për kujdestarin, por gjykatësia refuzoi, duke njohur se Besa ishte e lumtur dhe e mirë kujdesur. Luani u hoq nga bordi i kompanisë pasi u përpoq për një goditje të fundit sabotimi. Kishte ditë të vështira, diskutime, dyshime. Por Artani kishte mësuar diçka themelore. Që njoja e vërtet nuk vjen nga postet apo pagat. Vjen nga të parit në pasqyrë dhe të pëlqyerit e personit që sheh. Vjen nga të parit e njerëzve rreth teje dhe të parit e dashurisë së vërtetë. Vjen nga të diturit se ti ke rëndësi, se ti bën ndryshim, se ti shihesh. Dhe Artani shihej. Nga Besa, që e shikonte sikur të ishte heroi të gjitha historive. Nga Elena, që e donte jo pavarësisht të metave të tij, por duke i përfshirë ato. Nga ekipi i tij, që e ndiqte jo nga detyrimi, por nga respekti i sinqertë. Dhe nga vetja e tij, më në fund, pas kaq shumë vitesh në hije. Një natë, vonë, Artani ishte në dhomë me Elenën. Besa flinte në dhomën tjetër, monitori i bebes transmetonte frymëmarrjen e saj të qetë. Artani shikoi gruan pranë tij, flokët bjond të shpërndar në jastëk, fytyrën e qetë në gjumë. Faleminderit, përshpëriti ai, edhe pse e dinte se ajo nuk e dëgjonte. Faleminderit që më pe. Dhe pastaj fjeti, zemra në paqe, duke e ditur se e nesërmja do të sillte sfida të reja, por edhe fitore të reja. Sepse ai nuk ishte më vetëm. Nuk do të ishte kurrë më. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Elenës dhe Besës të ketë prekur zemrën tuaj. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim të i kalimi, njohje dhe dashurie të vërtet, bëni like, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se është e mundur të rifillosh, se është e mundur të shihesh, se është e mundur të ndërtosh një familje me lidhje të zemrës. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju bëjë të reflektoni mbi jetën, dashurinë dhe forcën që ekziston brenda secilit prej nesh.